bëu gati që të shërohesh. Tema për sot është marrëdhënia me Atin Perëndi. Pra ne folëm radhën e parë se Perëndia ka një plan për jetën tonë. Ne folëm që gjëja më e rëndësishme që duhet të kuptojmë është marrëdhënia me Atin. Ai është zemër mirë, ai na done dhe ai nuk është kundër nesh, po ai është pro ne. Prandaj është shumë e rëndësishme që ne t'i kushtojmë vëmendje, sepse kjo është çelësi nëse ti do të shikosh bekim, nëse do të shikosh sukses në jetë, nëse do të shikosh promovim, nëse do të shikosh nivele të reja në jetën tënde, dimensione që nuk i ke parë ndonjëherë, ato do të bëhen realitet nga marrëdhënia jote me Zotin. Nuk do bëhen realitet nga performanca jote, sa mirë performojmë, sa dukemi bukur, apo mund të dukemi si top modela, apo si futbollist, apo tjetër. Harrojeni, do të ndodhi vetëm nga marrëdhënia jote me Zotin. Mirësia e Atit vazhdon për jetë. Theuni me njëri tjetrin dhe thoni, Zoti është i mirë. Ai është Ati yt. Dhe mirësia e Tij vazhdon për jetë. Ai është gati të manifestohet. Lutu që veli të hiqet nga ty dhe të zbulohet mirësia e Zotit. E dini shpeshherë njerëzit thonë ku është Zoti. Njerëzit thonë nuk e shoh Zotin të veprojë, më duket i largët. Dhe problemi është që ata kanë një vel shpirtëror në sytë e tyre dhe nuk e shikojnë Zotin. Sot ne do të përqendrohemi te simbolika profetike e velit të tempullit. Nga ndalesa në hyrje të lirë në prezencën e Atit Perëndi. Në gjithë shkrimin e shenjtë në Bibël, pra Bibla është shkrimi i shenjtë, Perëndia flet jo vetëm me fjalë, por edhe me simbolika profetike, të cilat për t'i kuptuar ne kemi nevojë për një zbulesë nga fryma e shenjtë. Thoni njëri tjetër, ti ke nevojë për një zbulesë nga fryma e shenjtë. Tani, një nga simbolikat më të fuqishme dhe më transformuese në jetën e një individi që ne do ta shikojmë sot është veli i tempullit. Veli ishte në tempull dhe në tabernakull. Veli ishte një perde, por nuk ishte një perde e thjeshtë. Ai ishte një mesazh profetik. Ai tregonte se diçka ishte reale, por jo e arritshme. Zoti ishte real. Ai qëndronte në arkën e beslidhjes, prezenca e tij qëndronte në vendin shumë të shenjtë, por ishte i ndarë nga vendi i shenjtë. Ishte i ndarë nga njerëzit dhe njerëzit nuk mund të arrinin. Pse? Sepse veli ishte pengesa. Veli u vendos si një pengesë ose ndarje për të dalluar atë që është e shenjtë, e pastër nga ajo që është e papastër. Atë që është mëkat dhe mëkati të çon në pengesë. Mëkati u krijua si një mur ndarës. Dhe kur Eva dhe Adami mëkatuan, ata nuk qëndruan në lavdinë e Zotit. Ata i kthyen në shpinën Perëndis dhe vrapuan drejt mëkatit. Është shumë e rëndësishme që ne të kuptojmë se Ati është i mirë, është i dashur, por njëkohësisht ai është i shenjtë dhe ai është i drejtë. Ai nuk e duron mëkatin dhe nuk e duron padrejtësinë. Ai nuk mund të qëndrojë në papastërti. Dhe kjo është arsye që shumë besimtarë thonë janë besimtarë, por jetojnë në mëkat. Dhe nëse jeton në mëkat, normalisht nuk mund ta ndihesh prezencën e Zotit. Ne mund ta fillojmë jetën tonë në mëkat dhe sipas Biblës mbreti David thotë që nëna më ka mbrojtur në mëkat. Ne kemi lindur në mëkat.
Ne kemi lindur të ndarë nga Perëndia dhe kjo është arsye që ne nuk e shikojmë dot Zotin sot. Mëkati është veli që na pengon për të parë Perëndin. Po për shkak të asaj që Perëndia bëri, jeta ime dhe jeta jote do të përfundojnë si një zbulesë e lavdishme në Jezu Krishtin. Por mund të shtrojmë një pyetje. Pse e vendosi Perëndia velin në tabernakull dhe në tempull? Që në Eden, pas mëkatit të Adamit, Atit i duhej të vendoste çfarë? Kerubinët për t'i penguar Adamin dhe Evën që mos të marrin nga pema e jetës. Pse? Sepse ata kishin marrë tashmë nga pema e mëkatit. Gjendja e tyre kishte ndryshuar. Zoti i krijoi ata të lavdishëm, Zoti i krijoi ata që të pasqyronin Atin, shenjtërinë e Atit, mirësinë e Atit, por tashmë për shkak të mëkatit gjendja e tyre ndryshoi. Ata pasqyronin urrejtje, ata pasqyronin sherr, ata pasqyronin konflikt dhe kjo i bëri ata që të ishin në mëkat. Mëkati u krijua si një mur ndarës nëmjet Perëndisë dhe njeriut dhe e hoqi lavdin nga njeriu. Për këtë arsye Zoti nuk donte që njeriu të ishte përjetësisht në mëkat. Prandaj e vendosi 2 kerubin që flakëronin shpatat e zjarta për të ndaluar Evën dhe Adamin të hynin ku? Në Eden. Asnjë krijesë tjetër nuk mund t'i ndalonte dot përveç kerubinëve. Prandaj ne duhet të kuptojmë që gjarprin mund ta kishin mundur ata, sepse Zoti i kishte dhënë autoritet, i kishte dhënë sundim dhe i kishte dhënë pushtet. Por tani ja ku vjen vetë Zoti me angjëjt, me frymërat shërbëjëse që i ndalon ata për të marrë nga pema e jetës. Dhe qëllimi është që ata të mos jenë përjetësisht në mëkat. Dhe lavdi Perëndisë. Faleminderit që Zoti e bëri atë ndalesë. Veli ishte një pengesë për të mbrojtur njeriu derisa të priste shpëtimin e Atit. Perëndia filloi të profetizonte se do të vinte shpëtimi i Atit. Plani i Perëndisë për të dërguar një birë ishte gati. Perëndia nuk ndonjë duar kryq. Dhe te Zanafilla 3:15 ne shikojmë që Zoti i thot fara e gruas do të shtypi kokën tënde. Pse fara e gruas? Gruaja nuk ka farë. Sepse foshnja që do të linte ishte Perëndia që do të vinte në formë njeriu dhe kjo nuk do të ishte kuptueshme nga njerëzit dhe as nga djalli vet, por kjo do të ishte e kuptueshme vetëm nga plani i Perëndisë. Dhe ne e dim që Jezu Krishti erdhi. Dhe kur Jezusi erdhi, ai lindi si një foshnjë. Fjala e Zotit thotë që do të jetë i ngjizur nga fuqia e frymës shenjtë. Shumë njerëz që nuk e kuptojnë këtë kanë një vel, kanë një pengesë. Ata që e kuptojnë, u është hequr veli. Prandaj kur ne flasim për Trinitetin, mund të flasësh sa të duash, por nëse njerëzit kanë vel, nuk duan ta kuptojnë, atëherë ata nuk do ta kuptojnë. Por nëse ti e kërkon Zotin, Zoti do të ta zbulojë. Fjala e Zotit thotë tek Mateu 27:51. Dhe ja, veli i tempullit u shqye në 2 pjesë, nga maja deri në fund. Toka u drodh dhe shkëmbin u çan. Pra ne do të shikojmë gjitha këto evente sot, çfarë bëri Ati. Fjala e Zotit thotë që kur Jezusi u kryqëzua në kryq, u erë. Ati nuk donte ta shikonte birin e tij të kryqëzuar në kryq. Ai mund t'i urdhëronte angjëjt që të vinin dhe të shkatronin dhe të fitonin. Prandaj ne duhet të shikojmë që shqyrja e velit ka të bëjë me një moment shpresë për ne. Ky moment i heqjes së pengesës, i heqjes së mëkatit, erdhi kur Jezusi
e ndau veli në dysh. Fjala e Zotit thot, veli ushqye. Dhe Zoti përdoret kjo fjalë, ushqye, jo gris. Zoti kishte inat me mëkatin. I gjithë mlefi që Zoti kishte me mëkatin, e shqeu velin nga fillimi deri në fund. Sepse veli, mëkati, ishte krijuar si një mur ndarës. Perëndia priste për mijëra vite të takojë me fëmijët e tij. Perëndia pret të takohet me ty. Çfarë është veli që ti mund të kesh vendosur përpara teje dhe atit? Ky është thelbi i besimit biblik. Është marrëdhënia, jo rritet dhe jo zakonet. Shumë njerëz kërkojnë të afrohen Zotit me rrite dhe me zakone. Por thelbi kryesor i besimit është marrëdhënia. Shqyrja e velit na dha hyrje të lirë për të takuar me atin. Ne mund ta njohim tani atin dhe të kemi marrëdhënie me të. Mos harrojmë që ishte pengesë dhe ata nuk mund të hynte çdo njeri tek arka e beslidhjes. Arka e beslidhjes prezantonte prezencën e Zotit në tokë dhe duhet shkoje patjetër në Jeruzalem. Sot ne nuk kemi nevojë të shkojmë në Jeruzalem të bëjmë pelegrinazh, si disa fete tjera duhet vesh në një vend të shenjtë. Jo, vendi ku Zoti do të takohet me ty është zemra jote. Fjala e Zotit na mëson për velin, po pse shërbente veli? Cilat janë simbolikat dhe domethëniet e tij? 1. Veli shërbeu si ndarje. Në tabernakull dhe më vonë në tempull, veli ishte një mur ndarës. Njeriu duhet të kuptonte se ishte i ndarë me Perëndin për shkak të mëkatit të tij individual. Nuk ishte faji i Zotit. Shumë njerëz sot ja hedhin fajin e Zotit, pse ka vrasje, pse ka luftra në botë. Pse më vdiq ky, pse më vdiq ai. Nuk e ka fajin Zoti për gjendjen ku je ti. Është faji i mëkatit dhe është mëkati individual i çdo njeriu. Mëkati i dha të drejtë djallit të futej në botë dhe ta shkatronte botën dhe ta bëjë ashtu siç e shikojmë ne sot. Eva u përpoq që të fajsonte Zotin. Dhe të dy bashkë me Adamin fajsuan gjarprin që ti e ke krijuar. Por ndërkohë ata kishin autoritet ta mundnin gjarprin. Nëse ti ke probleme me mëkatin sot, mos fajso asnjë njeri, mos fajso Zotin, por shikote vetja jote dhe pendohu, kërkoje Zotin. Bibla thot se ne nuk ka asnjë njeri të mirë, as edhe një. Të gjithë kanë mëkatuar dhe janë ndarë nga lavdia e Perëndis. Pra në qoftë se ju mendoni se mund të jemi njerëz të mirë me veprat tona, e ke shumë gabim. Ti nuk e meriton shpëtimin. Shpëtimi ka ardhur si dhuratë nga Zoti. Veli ndante vendin e shenjtë nga vendi shumë i shenjtë, dhe vetëm kryeprifti, dhe vetëm një herë në vit, me anë të gjakut, me frikë, pra me sakrificën e kafshëve dhe me gjakun e kafshëve, mund të kalonte përtej dhe të hynte në vendin shumë të shenjtë. Vetëm një herë në vit. Dhe nëse nuk bënte disa rregulla që janë shkruar te Levitiku, kryeprifti vdiste. Kaq e rrezikshme, kaq serioze është mëkati. Gjaku ishte simboli sakrificës, mbulesës dhe larjes. Pra në beslidhjen e vjetër ishte simbol mbulese. Në beslidhjen e re është simbol larje dhe pastrimi. Prania, Perëndia vrau kafsh për të mbrojtur lakulisin e Adamit dhe Evës.
Ndonjëherë ka janë këto video që ne shikojmë kur Luani apo hienat apo janë të qenë të egër shqyjnë kaprodhe të vogla edhe nuk i shikojmë dot. Pse? Sepse është gjak. Ne është shumë e rëndësishme që ne të kuptojmë sa e rëndë ishte për Zotin që ai të vriste kafshët që kishte krijuar. Po pse e bëri këtë gjë? Për shëmbulltyrën e vet, sepse njeriu i ngjante Zotit. Kaq rëndësi ke ti për Zotin. Dhe kjo do ta bënte njeriu, ty dhe mua, që të kuptojmë sa i rrezikshëm është mëkati. Mëkati solli vdekjen të Adami dhe Eva. Dhe kjo ushtri në të gjithë racën njerëzore. Sot mëkati na dobëson. Mëkati na heq vajosjen, na heq mbrojtjen. Nëse ti thua unë jam besimtar dhe jeton në mëkat, je pa mbrojtjen e Zotit. Nuk mund të qëndrojë dhe Zoti dhe mëkati në të njëjtin vend. Na bën të pafuqishëm në lutje. Na sjell pa siguri, na sjell turp, na mbulon dhe na sjell frikë. Por gjaku i Jezusit e heq mëkatin dhe na jep të drejtë t'i afrohemi fronit të hirit, t'i afrohemi unjamit, pa frikë, thot fjala e Zotit, me guxim, të lirë dhe të drejtësuar ku në Krishtin. Për shkak se Krishti vdiq në kryq dhe na dha gjakun e tij si sakrificë, ti dhe unë jemi të drejtë. Dhe ti ke të drejta në mbretërinë e Perëndisë. Thoni njëri tjetrit, për shkak të gjakut të Krishtit, ti dhe unë jemi të drejtë. Ti ke të drejta në mbretërinë e Perëndisë. Ushtroj ato. Në emrin e Jezus. Amen. Mesazhi profetik i velit ishte i qartë. Hyrja është e kufizuar për shkak të mëkatit. Jo kushdo mund të hynte. Ne kemi ndarje për shkak të mëkatit. Ne kemi distancë nga prania e Perëndisë. Prandaj sot nuk e shikojmë praninë e Perëndisë vërdall. Pse? Sepse në atë kohë ishte e dukshme para mëkatit. Sot është e padukshme. Perëndia është i kudo ndodhur, por ai e shfaq lavdinë e tij ku? Atje ku nderohet, atje ku nuk jetohet në mëkat. Atje ku lavdërohet, atje ku bekohet e emri i tij. Atje ku ti përkushtohesh përpara Zotit, lutesh, adhuron Zotin, Zoti shfaq lavdinë e tij në jetën tënde. Perëndia ishte i pranishëm, por jo i arritshëm. Në beslidhen e vjetër kjo ka ndodhur. Dhe prandaj ne shikojmë po të lexojmë Biblën që fryma e shenjtë nuk banonte gjithmonë me ata, por her pas here shfaqej një lavdi e Perëndisë, shfaqej prezenca e Zotit. Her pas here Jezusi shfaqej, her pas here Ati shfaqej. Dhe në vjetën e tjetër ata mendonin, nuk e kishin të zbulesë se ishte vetëm Ati, po në fakt, nëse do lexojmë librin e Danielit 1:4, ishte Jezusi në turrën e zjarreve që i shpëtoi ata. Dhe nëse ne do shikojmë te profetët, thuhet që fryma e Perëndisë erdhi mbi ta. Pra, e kemi Trinitetin edhe në vjetën e vjetër. Nuk është vetëm në vjetën e re, por njerëzit që nuk e besojnë kanë një vel në mendjen e tyre. 2. Përse shërbeu veli? Veli shërbeu si një fshehje. Bibla flet për një vel mbi zemrën e njerëzve, një vel mbi mendjen, një vel kuptimi shpirtëror. Verbëri shpirtërore, thot apostulli Paul. Ka shumë njerëz që sot nuk e njohin Jezusin dhe jetojnë në verbëri shpirtërore. Kur Mojsiu zbriti nga mali, populli kërkoi të vendoste një vel. Pse? Sepse lavdia e Zotit po shkëlqente mbi të dhe përmes tij, dhe njerëzit u friksuan. Kur Mojsiu zbriti, ai shkëlqente lavdinë e Zotit dhe njerëzit u friksuan. Dhe ata i kërkuan atij të vishte një vel për shkak të mëkatit të tyre. Nuk ishte faj Mojsiut, nuk është faj yt, pse lavdia e Zotit ndriçon në ty. Dhe njerëzit mund edhe të ofendojnë për këtë gjë. Është gabimi i atyre.
Kjo nuk do thotë që ti duhet largohesh nga Zoti, se je bërë i çuditshëm për ata. Do thotë që ata duhet të vinë tek ti. Ata duhet të njohin lavdinë e Zotit. Veli na tregon se e vërteta ishte aty, por ishte e mbuluar. Kuptimi i këtij simboli na jep të kuptojmë që kishte verbëri shpirtërore. Prandaj apostulli Paul lutet Efesianët që një frymë zbulese të heqi verbërinë shpirtërore. Në Efes ata adhuronin, kishin një tempull që adhuronin një Zot tjetër. Dhe Pali u lut që kjo verbëri të hiqej, i gjithë qyteti erdhi dhe u bën besimtar. Është shumë e rëndësishme që ne të lutemi që verbëria frymore të hiqet nga shqiptarët dhe ata të kuptojnë dhe të dallojnë Jezusin. Të dallojnë që gjaku i Jezusit është mjaftueshëm si sakrificë. Veli ka të bëjë me misterin e pazbuluar. Ata që kundërshtojnë planin e shpëtimit sot akoma nuk e kuptojnë. Për ata është marrëzi se si Perëndia mund të vinë një njeri, mund të jetojë një jetë pa mëkat, të vdesë në kryq, pastaj të ringjallet dhe ne thjesht me anë të besimit shpëtohemi. Jo, thonë ca, ne duhet të ferim kafsh, ne duhet të lutemi kaq herë, ne duhet të bëjmë këtë, duhet të bëjmë atë. Asnjë gjë nga këto nuk ka vlerë. Thjesht besimi tek gjaku i çmuar i Zotit Jezu Krisht. Disa njerëz kanë zbulesë të pjesshme. Ne kemi nevojë për një zbulesë nga fjala e Perëndisë për të jetuar një jetë me fitore. Shumë njerëz flasin për Jezusin, po e kanë gjysmë të zbuluar. Dhe këto janë fete krishtere fetare. Sepse thoni Jezusi, por pastaj vazhdojnë dhe rregulla, do vishesh kështu, do mputhësh dorën, do bësh këtë, do bësh atë. Jo. Ne kemi nevojë për një zbulesë të fuqishme. Perëndia nuk është i largët. Kur ne lutemi, duhet ta kuptojmë që Perëndia nuk është atje lart. Perëndia është këtu. Toka është shtroja e këmbëve të tij, thot Bibla. Perëndia është i kudo ndodhur, ai është frymë. Nuk është substancë si ne. Është diçka tjetër. Dhe ai banon në zemrat tona. Ti do të bësh atin mikun tënd. Prandaj kur ti të lutesh sot, mos mendoj që ai është atje lart. Ai është këtu. Ai ishte i fshehur përkohësisht. Derisa të vinte koha që Jezusi të tregohej kombeve. Jezusi na tregon se kush është Perëndia. Nuk mund ta njohësh Perëndin pa Jezusin. Gjëja e tretë përse shërbeu veli, shërbeu si një kufizim qasjeje. Veli thoshte deri këtu, por nuk mund të ikësh më tej. Veli ishte kufiri ndarës. Perëndia ka hir dhe ai do të na fali. Por një ditë ai do të kthehet si gjykatës, ta dini që do vi një ditë që hiri do mbaroj dhe do filloj kush? Drejtësia. Ai do vi si gjykatës i shenjtë dhe i drejtë. Dhe pse bëhemi gati ne, pse vim në kishne, pse vim takim lutjesh, pse bëjmë grupe qelizore, pse studiojmë Biblën, pse lutemi, pse i flasim të tjerëve që të jemi gati të mbajmë vaj në zemrat tona si virgjëreshat e zgjuara që kur erdhi dhëndri nuk ngelën të çuditura, ishin gati për të ikur me dhëndrin. Ne nuk e dim as orën, as kohën, as momentin. Ato i di vetëm Zoti, vetëm Perëndia. Prandaj shumë e rëndësishme që ne të jemi gati. Veli kontrollonte. Kush hyn, kishte të drejtë vetëm kur e prifti një herë në vit. Sot ne kemi të drejtë gjithë të hyjmë. Zoti ka vendosur dhunti, pastorin, apostull, profet, mësues, ungjilltar që të na mësojnë si ta bëjmë këtë punë. Por nuk do thotë që vetëm pastori hyn te vendi shumë i shenjtë. Të gjithë ne hyjmë në grup bashkë të vendi shumë i shenjtë të adhurojmë Zotin. Ku hyn?
Ishte vendi I veçantë, ishte vendi shumë I shenjtë, duhet të udhtohej nga të gjitha cepat e Izraelit, një herë në vit të shkojë atje në pelegrinazh. Dhe nuk do hyje do të vendi shumë I shenjtë, do hyje vetëm te vendi I shenjtë. Do çoje sakrificë, do çoje një qenj më pak të patëmet. Kishte shumë rregulla. Por sot ti mund të hysh këtu ku je. Në kishë. Ti mund të hysh në punë. Ti mund të hysh në makinë. Je në makinë, mos dëgjoj ato dupsa muzikë bote, por dëgjoj muzikë adhurimi. Lutu. Ti mund të lutesh kundër aksidenteve. Ti mund të lutesh që Zoti të bekojë ndërsa je në trafik, që të zvendçosh zemërimin dhe inatin, që të shash oferte të tjera pse të futën keq. Pra, kudo si hyn, kishe shumë rregulla si hyje dhe as unë si ti, do kisha vdekur po do kisha provuar për të hyrë. Pse? Se s'isha I denj. Por ne hyjmë sot përmes gjakut të Krishtit. E bëri Jezusi gjithë sakrificën, ai është sakrifica. Kur hyn 5 herë në ditë? Jo. Në çdo moment, çdo sekond, 24 në 7, sa herë të duash ti mund të hysh në mbretërinë e Perëndis, në vendin shumë të shenjtë, të adhurosh dhe të lavdërosh Zotin. Profetikisht, kjo na tregon për fenë e bazuar në frikë, për sisteme rituale pa marrëdhënie. Sisteme rituale pa marrëdhënie. Qasje përmes veprave dhe jo përmes hirit. Pra, nëse ti si mund ta them këtë? Për shembull, nëse ti nuk merr miratimin nga të tjerët, atëherë thua su luta gjesat, ose s'këndova mirë sot, ose s'predikova mirë se s'më tha askush sa mirë që ishte. Jo. Ti e merr miratimin kush nga Zoti. Dhe ti adhuron pa duar trokitje. Kjo do të thotë që ti nuk ke vel. Veli yt është I shqyer. Veli kërkonte rend, por nuk sillte intimitet. Ne kemi vetëm një kryeprift, që është Jezu Krishti. Dhe është sipas rendit të Melkisedekut, që në tempull apo në vel Aroni nuk ishte I tillë. Ne jemi priftrin dhe kryepriftrin të jetës tonë. Ti je pastori I vetes tënde. Ti mund të hysh, ti je I lirë të hysh. Prandaj hyr. 4. Veli shërbeu si përpjekje njerëzore për të bërë njeriu të dinte që shiko, ti po përpiqesh vet. Njerëzit u përpoqën të gjenin mënyra të afroheshin te Zoti. Kur patën nevojë për shi, thurën Perëndinë e shiut. Sot I kemi indika një 1 milion e ca. Perëndia, çdo familje, çdo fis kanë Perëndinë e vet. I bëjnë vetë me duart e tyre dhe pastaj vjen u luten. Dhe Bibla thotë që kanë sy por nuk shikojnë, kanë vesh por nuk dëgjojnë. Prandaj ne duhet të kemi kujdes. Cilës Perëndi I afrohemi. Në ditët e sotme ne mund të bëjmë veten tonë Perëndi. Ne mund të bëjmë njerëzit e famshëm Perëndi. Kjo botë kërkon gjithmonë për modele dhe për heronj. Por ne kemi zgjedhur të ndjekim kë? Jezu Krishtin. Ai është heroi im. Shkrimi e lidh velin me mishin, me mendjen tonë, me ndjenjat tona. Të mëkatshme, me dëshirat tona miqësore, me veset tona, dhe veli ishte shumë I trash, si thot. Ishte e rënd dhe ishte bërë nga duart e njeriut. Dhe kuptimi është vetë drejtësia. Kemi pa njerëz që thonë, mua gjithë më bërë me hile, unë si ja bëj asnjëri. Si unë s'ka. Kjo është vetë drejtësia. Hiqe këtë punë. Përpjekja njerëzore, mbështetjat e veprat e mira nuk na ndihmojnë.
Çdo gjë njerëzore që përpiqet të zvendçojë hirin e Perëndis, bëhet një pengesë për marrëdhënien tonë me Atin. 5. Shqyrja e velit shërben si ndërhyrje hyjnore. Nuk e grisi askush. Ishte Perëndia atë që e grisi velin. Për shkak se nuk ishte me nevojë. Për shkak se Jezusi ishte në kryq dhe në momentin që Jezusi tha në duart e tua të dorëzoj frymën time, ky ishte momenti që veli u ça në dysh. Perëndia e shqeu velin. Gjithë zemërimi për mëkatin rambi Jezusin. Gjaku Jezusit ishte sakrifica perfekte për larjen e mëkatit. Prandaj Perëndia e shqeu velin sepse nuk duhej më. Mbaroi. E plotësoi misionin e vet. Por a e dini se çfarë bën njerëzit dhe kjo është gjëja më e çuditshme? Pas një farë kohe njerëzit shkoan aty dhe shërbenin në tempull dhe filluan ta qepnin velin. Ata e riqepën velin. Ne mund jetojmë për një farë kohe me Zotin dhe apostulli Paul thot, dëri u kthye te lluca e vet. Prandaj ne duhet kemi kujdes që mos të kthehemi në mëkat. Mëkati është i tmerrshëm. Dhe Zoti nuk e do. Si je ti në raport me velin? A e ke qepur përsëri velin? Çdo njeri duhet mendoj, e kam qepur unë velin? Jam duke u lutur, jam duke pasur marrëdhënie me Atin. Nëse nuk ke marrëdhënie të përditshme me Atin, shiko se mos ke qepur në një vel. Biblia thot që veli u shqye më dysh, nga lart poshtë. Dhe kjo do të thot që ndihma erdhi nga lart. Perëndia e kreu shlyerjen përmes sakrificës qiellore, gjaku të pastër dhe të pamëkat, pa sëmundje, pa të meta. Gjaku Jezusit na shëron, na bekon, na çliron, na begaton. Prandaj ne themi dhe besojmë se ka fuqi në gjakun e Jezusit për të falur mëkatet, për të shëruar dhe për të çliruar. Shpëtimin nuk e bëri të mundur njeriu, as feja, as rregullat, por beslidhja qiellore. Ndarja përfundoi 2000 vjet më parë. Ti ke të drejtë të hysh përmes gjakut të qengjit dhe të kesh marrëdhënie dhe të bashkohesh me Atin dhe të jesh një me Atin. Jezusi u lut, ashtu si unë dhe ti jemi një, unë lutem që ata të jenë një me mua, një me ty. Përmes Jezusit ne jemi një me Perëndin Atë. Hyrja është e lirë. Frika u hoq dhe iri u lirua. Iri mund të derdhet dhe fjala e Zotit thotë që ne mund të marrim hir në hir. Ne morëm një hir që u shpëtuam, po mund të marrim çdo ditë hirin e Perëndis. Dhe ai është bujar, nuk e kursen. Simbolika e gjashtë që ne mund të kuptojmë se veli shërbeu si një mjet transferimi. Fjala e Zotit thotë te Kolosianët 1:12-14, duke falenderuar Perëndin Atë që na bëri të denjë të kemi pjesë në trashëgiminë e shenjtorëve. Ai na nxori nga pushteti i errësirës dhe na çoi në mbretërinë e birit të tij të dashur, në të cilën ne kemi shpengim me anë të gjakut të tij dhe faljen e mëkateve. Grisja, shqyrja e velit na dha ne të drejtë të transferohemi në mbretërinë e Perëndis. Ai na nxori dhe na çoi. Ky është transferimi që Zoti ka bërë për ne. Dhe ai do që të transformoj jetën tona. Nga beslidhja e vjetër ne kalojmë në terren. Nga hija dhe simboli ne kalojmë në realitet. Ne takohemi me Perëndin me të vërtetë. Ne ndihim Zotin në zemrat tona. Ne mund ta dëgjojmë zërin e tij të na flas. Jezusi tha që delet e mia dëgjojnë zërin tim. Dhe shumë e rëndësishme që ne ta dëgjojmë.
Nga ligji, prania e jashtëm te prania e brendshme. Zoti tha unë do banoj në zemrat e tyre. Dhe Perëndia nuk jeton më pas velit. Ai është i gjenshëm. Ai thot kush më thret, më gjen. Thirrë Zotin. Mos qëndro pa thirrur Zotin. Veli është i hequr dhe zbulesa është e lirë. Ne të gjithë mund të sodisim fytyrë zbuluar lavdinë e Zotit, thot Bibla. Prandaj është shumë e rëndësishme që ne të kuptojmë që ka një rezultat të velja të heqja e velit. Qiejt janë hapur. Jezus e tha aty që në qiell, le të shohin të rovet e emrit, le të bëhet vullneti yt nga qielli në tokë. Ti ke autoritet si biri i Perëndis që të zbresësh planin e Atit për jetën tënde në tokë. Ne mund të kemi pamje të qartë se kush është Zoti, dhe ne e dimë që ai është Ati, Biri dhe Fryma e Shenjtë, cila është rruga e shpëtimit që është Jezu Krishti. Ne mund të kemi pamje të qartë kush jemi ne në Krishtin, ai na ka bërë ne krijesa të reja. Dhe ne mund të jetojmë si fitimtar dhe jo si viktim. Ne mund të kemi marrëdhënie ballë për ballë me Perëndin, me Atin, me Birin dhe me Frymën e Shenjtë. Dhe ne mund të kemi një transformim të vërtet, jetë ndryshues me besim dhe në veprat tona. Zoti mund ta ndryshojë dhe të transformojë jetën tonë. Veli dhe besimtari sot. Sot veli përfaqëson çdo përpjekje njerëzore. Çdo qëndrim në zemrat tona që hyn midis nesh dhe Zotit. Çdo gjë që të pengon ty të kesh marrëdhënie me Perëndin është një vel që duhet hequr. Midis teje dhe pranisë së Zotit, midis teje dhe të kuptuarit të Perëndis, midis teje dhe thirrjes tënde. Dini që gjithë secili nga ne ka një thirrje, ka një rol, çfarë duhet të bësh ti në kishën e Zotit. Shumë njerëz nuk e kuptojnë pse, se kanë vendosur një vel. Ne duhet të predikojmë të gjithë ungjillin. Jezus i tha shkoni dhe predikoni ungjillin në mbar botën. Midis teje dhe intimitetit që ti ke me Zotin, midis dëshirave të mishit dhe të frymës. Ku je sot? Je duke kënaqur më shumë mishin tënd, apo je duke ushqyer frymën? Një nga zbulesat që çdo besimtar duhet kuptojë është në Krishtin. Kush je ti në Krishtin? Dhe me anë të kësaj të zbulese ne mund të fitojmë mbi mëkatin dhe çdo pasojë tjetër. Ne nuk do fitojmë mbi mëkatin nëse unë predikoj gjatë gjithë vitit vetëm mëkati. Zoti më ka folur që t'ju flas sot për marrëdhënien me Perëndin. Nëse ti ke marrëdhënie me Atin dhe ti kupton kush je ti në Krishtin, ti kupton që mund ta mundësh mëkatin. Siç i tha Zoti Kainit, mëkati të troket te porta, por ti mund ta mundësh. Zoti po të thotë sy ty, mëkati do të trokas te porta, haroj që nuk do të trokas. Por ti mund ta mundësh. Veli është i hequr, hyrja është e lirë, prania e Zotit është e vazhdueshme. Dhe marrëdhënia është rikthyer. Le të çohemi në këmbë të gjithë, edhe le të lutemi. Le të mbyllim syt. Edhe le të mendojnë që në Krishtin ne kemi falje. Shpesh njerëzit nuk shkojnë t'i kërkojnë falje sepse nuk kanë siguri që ai do t'i falë. Bibla, fjala e Zotit na siguron se Zoti Jezus shkoi në kryq që të heqi velin nga mesi jonë, të heqi murin darës të mëkatit, në mënyrë që unë edhe ti të kemi hyrje të lirë.
Fjala e Zotit thotë në qoftë se ne themi se s'kemi mëkatuar, ne gënjejmë veten dhe gënjejmë dhe Perëndin. Por gjithashtu thotë që ai është i tretë dhe besnik. Nëse ne i rrëfejmë mëkatet tona, ai do të na falë. Le të ketë një kohë ku ti thuash Zot, unë të kërkoj falje që ka vendosur vel. Unë jam ai që kam qepur velin, ndërsa ti e ke shqyrë. Zot, unë kërkoj falje për mëkatet e mia. Dhe Zot, unë lutem që ti do më japësh fuqi dhe zbulesë që unë të njoh më shumë Atin, të takohem më shumë me Birin dhe me Frymën e Shenjtë. E Zot, unë duhet të takohem me unë jamin. Banon në zemrën time, Zot. Thye çdo pengesë në emër të Jezusit. Le ta shpallim pas meje me zë. Veli është i hequr. Muri i ndarjes u thye. Prangat janë kaputur. Dhurata e qiellit është e dhënë. Zbulesa e frymës është e çliruar sot. Qielli është i hapur. Bekimet po bien mbi mua si një shi i ëmbël. Asgjë dhe asnjë nuk mund të qëndroj midis meje dhe Zotit. Unë jetoj në praninë e Tij. Zot, hapi sytë e mi. Hapi veshët e mi. Dhe hape zemrën time. Unë jetoj në praninë tënde, Zot. Unë dua të shoh lavdin tënde. Dhe unë ec në lirinë që Krishti fitoi për mua. Në Jezu Krishtin, unë jam biri Perëndis. Unë jam fitimtar, unë jam i shëruar, unë jam i çliruar, dhe unë thyej çdo kufizim në emrin e Jezus që më pengon për të rritur në marrëdhënie me ty. Unë nuk jam ndar nga asnjë skllavëria e armikut. Jezusi thyen çdo kufizim. Zot, faleminderit për fuqinë e frymës shenjtë. Derdhë mbi mua dhe më mbush plot. Më forco, më transformo. Derdhe besimin tënd në mua. Favorin tënd. Bollakun dhe suksesin. Në emrin e Zotit Jezu Krisht. Amen. Aleluja. Lavdi Perëndis.